Zotin e dënë, por a dënë të Zotin, a dënë të fenë e Zotit, a dënë të adhurimin dhe Allahut, a dënë të një punë që dënë Zotit dhe e orën të një punë që orën Zotit. Që kjo është pyetja që të me bëmë? Nëse kjo në përket neve. Nëse ti i mirë me Zotin, ka me ko Zotit shumë më mirë me ty. Kjo është e dishme. Nëse ti e dënë Allahun që është duhet, jo vetë dashni unë e do Allahun, jo, dashni të dëshmuar. Allah ka me dashur edhe më shumë. Mirë po, një zhgënim njët, një telashe, u luta, s'po më përgjigj Allahu, nështë apo këtë Allahu më kalon, këto e në kejtë cytje djallëzore, kejtë cytje shëtarit. Allahu te barek o tala, nëse të vjen ndonjë sprov, edhe Allahu të frymëzon, të udhëzon që me lutë Allahun, Allahu dënë. Se Allahu po dënë me ta qelë një derë të zgjidhjes përmes lutjes, por vazhdo me lutë, duke pas me në të mirë. Por lejmë të ndëruar shikua se do njerëz dëmonë në situatat caktuara, kthehen tek Allahu se s'kan ka me shku. Kjo s'kan ka me shku i ka dy kuptime. Do më thonë, njerëzit ja u kam shel dyrth, se po të këshin qenë njerëz dyrth, kështë sa ka të ka Allahu koraptën. Kjo është e keqe. Normal, të kom shelin dyrth, në këthim, para se mu më shel dyrth, edhe ma si më shelin dyrth, gjithë më të ka Allahu të më këtuj, pa dyshim. Mirë po, do është më këtë të ka Allahu ma heret. Kjo është e para. E dyta të ndëruar shikues ka të bëj me çështjen e qasjes karshilutjes. Disa njerëz për shembull, qasja aty karshilutjes është një qasje eksperimentale. S'pa dia Allahu më përgjigjet, pa e të provoj. E kështu Allah nuk përgjigjet. Allah nuk don me provu Zotin ti. Allah nuk lën me eksperimentu ti Allah në manuar. Ka se Muhammed më ka thonë, luteni Allahun duke qenë të bindur në përgjigje. Duke qenë të bindur se Allah po ju dëgjon, duke qenë të bindur se Allah ka mundësi me bëj zgjidhje. Duke qenë të bindur se Allahu e din më së miri kur dhe si e sjell zgjidhjen dhe përgjigjen e lutjes tënde. Ai din le këtu punë Zotit, xhalla xhelalu. E po që na Allah t'ja kurzojmë, o Allah, unë po të losë, ama mos e banë dhe nesër, mos onë dhe po mynë. Edhe qërën, po të losë që shtot, ama nëse e banë dryshë, mos ma ndra. Kush jem na? Ne e vrem të shkret, ne e pa një dishëm. Na lutemi mas dhimbe që kemi, të rashë që kemi. Por, cëla zgjidhja duhur, kur është e mas mirë, edhe në Zotë Gjellewala. Prandaj, në momentin kur na nuk e respektojmë Allahun të barë këta si duhet, kur na dojnë me provu Zotin, helbet të përojnë nështë Allahun përgjigjet, me që këta tjerë s'po përgjigjen, atër na vetë e dopsojmë komunikim me Allahun Gjellewala. Na vetë ju, para se me ungrit lutje tek Allahu Gjellewala, na shkatrojmë këtë lutje me këto qasje të rezervuara, me këto qasje të hammendsuara, e kështu me radhë. Nuk banë. Prandaj edhe me Allahun me dish me komuniku. Lutë Allahun që është duhet, mëse rregullat të duas. Allahu Gjelle Gjelalu i përgjigj çdo kujt. I përgjigjet Allahu çdo kujt në lutjen e tij. Kurdo që Allahu në lut, po me ditë me lut. Edhe qysh du të me lut, e kur du të me lut, për çka Allah du të me lut, ka mësime për këtë. Ka libra, o gjëllat kanë spjegu, pra ndush me mësu, e një farloj edukatët e lutjes, edukatët e lutjes, qysh lutës Allah Azza wa Jall. Nuk banë për shumë, o Allah, për të lusë, nuk e ditash, ndash ti përgjigjme o qënë, së banë kështu. Nuk banë nëse dënë Allah përgjigjme ti mu. Ti a dënë Allah, së dënë, a e din, ti lutë më të përgjigj, ti lutë më të përgjigj, i bindun, apo e bindun se ka më të përgjigj. Këto qasje të hamendsuara, këto qasje të rezervuara, këto qasje të shpërqendruara nga lutja me Allahun Gjellewala, këto padyshim e zbejnë lutjen.